Midir Tufa nga fshati Sahodolli, njësisë administrative Kastriot në bashkinë Dibër, është nga ata pak shqiptar që kanë lënë emigrimin për të investuar në vendlindjen e tyre. Ai prej vitesh ka kultivuar lloje të ndryshme perimesh e zarzavatesh, por thotë se nuk ka marrë asnjëherë djersën e derdhur dhe mundin e gjithë familjes. Midir Tufa u kthye nga Greqia ku kishte punuar shumë vite në këtë sektor. Ai kultivoi një sipërfaqe të madhe me lakër që fatkeqësisht i ka mbetur aty dhe i është kalbur. Tufa thot se ka tentuar të aplikojë në skemën mbështetëse për fermerët, por për shkak të mosplotësimit të kushteve ka humbur edhe ato që ka investuar. Ne kemi lënë emigrimin për të investuar në vendin tonë, mirë po problemi politikat e agronomëve dhe politikat shtetërore asnjëherë nuk na kanë ardhur në ndihmë. Po të ishin politikat e adresuara sakt, e bukur nuk do mbill shumë kaq lakër. Do mbjellësha një perime tjetër dhe nuk do humbit shakaq. Por nuk kemi aplikuar sepse ka ca kritere, ne kam fut do kritere, thot du të kesh 10 delim tokë, nuk kam 10, kam 8. Dhe për këtë thot gjej një tokë me qira, plotsoj 10 delim, me fjalë kështu të tilla probleme lindin gjithmonë këtu. Këtë vit jemi të paktën minus 3 milion lek imi këtu mrenë me këtë parcelën, 3 milion lek 4 bile. Një tjetër problem që ngre fermeri është edhe mungesa e asistencës nga specialistët e bujqësisë. Tani problemi më kryesor është sepse agronom ne nuk kemi që të vijet në orientoj paka shumë. Ne kemi probleme dhe helmet janë skadume, dhe me thoni ilaçet e bimës janë shpesh herë dalin skadume. I gjendur në këto kushte, fermeri Midir Tufa thotë se do të rikthehet në Greqi.